Po bëhen gati 3 muaj nga zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe vendi ende nuk ka arritur të konstituojë kuvendin, institucioni që përfaqëson vullnetin politik të qytetarëve të saj. Kjo blokadë nuk ka tjetër shpjegim përveç refuzimit të opozitës për të pranuar rezultatin zgjedhor. Në vend të respektimit të vullnetit të sovranit, partitë opozitare po përpiqen me metoda të fshehta e jo demokratike të pengojnë formimin e institucioneve të reja. Përmes një qëndrimi që ngjan më shumë me kokëfortësinë e një fëmije se sa me maturinë që u takon përfaqësuesve politik, opozita kosovare po dërgon një mesazh zhgënjyes për qytetarët shqiptar të Kosovës. Ajo nuk ndalet vetëm në refuzimin e verifikimit të mandateve të deputetëve të zgjedhur, por shkon më tej, duke sfiduar drejt për drejt vullnetin politik të qytetarëve të shprehur në mënyrë të lirë dhe demokratike në zgjedhje. Nëse deputetët e këtyre partive e njohin dhe respektojnë sistemin demokratik të shtetit të Kosovës, detyra e tyre është e qartë, me përulësi dhe përgjegjësi, duhet votojnë për verifikimin e mandateve. Sovrani e ka dhënë fjalën e tij. Çdo tentativë për të kontestuar këtë është jo vetëm e pabazë, por edhe antikushtetuese. Nëse dikush është penduar që ka shpallur Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik, atëherë duhet ta thot hapur, jo të minoj shtetin nga brenda. Më shqetësuese është fakti se përmes një sjellje të papërgjegjshme dhe antishtetrore, partitë PDK, LDK dhe AAK po luajnë me zjarrin e destabilizimit. Retorikat që nxit përplasje qytetare dëmton rënd interesat e shtetit të Kosovës dhe në mënyrë indirekte legjitimon narrativën agresive të Serbisë, e cila vazhdon të mohojë pavarësinë e Kosovës. Asnjë forcë politike, pavarësisht historisë apo emrave të mëdhej që ka brenda saj, mandje as figura të shquara të luftës si Ramush Haradinaj, nuk ka të drejtë morale dhe politike të luajë me fatin e Kosovës. Ky është mohimi më i madh i asaj për të cilën thuhet se kanë luftuar, për një Kosovë të lirë, demokratike dhe me institucione funksionale. Veçanërisht problematike është gjuha e përdorur nga kryetari i AAK-s, Ramush Haradinaj, i cili deklaron se ai ka krijuar ushtrinë e Kosovës. Një deklaratë e tillë, përveç se e pasaktë, është thellësisht antikushtetuese. Ushtrit nuk i krijojnë individët, por institucionet. Roli i Haradinajt si kryeministër në miratimin e ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës ka qenë i rëndësishëm, por ai ishte vetëm duke përmbushur detyrimet e tij institucionale. Të shndrosh një detyrë shtetërore në pronë personale është shprehje e një mentaliteti të rrezikshëm. Haradinaj dikur deklaronte se qytetarët e Kosovës duhet të qëndrojnë në rresht, domethënë në rend, ligj dhe shtet. Atëherë lind pyetja, pse sot për interesa të ngushta politike dëshiron të dalë nga ai rresht, në emër të kujt? Qytetarët e Kosovës sot si dikur janë për rend, për shtet dhe për respektimin e institucioneve. Ata që zgjedhin të shkojnë kundër këtij vullneti e njollosin vetveten dhe dëmtojnë vetë shtetin që pretendojnë se e kanë ndërtuar. Edhe më e papranueshme është gjuha e urrëtijes që Haradinaj ka përdorur kundër fituesit të zgjedhjeve, Albin Kurthit. Të akuzosh atë si agent të Serbisë, vetëm sepse të ka mënjenuar nga skena politike, është jo vetëm shpifje, por edhe tregues i një paaftësie për të bërë opozitë të denjtë. Nëse Kurthi vërtet do të ishte një agent i rrezikshëm, siç pretendohet, opozita duhet ta kishte demaskuar gjatë fushatës, jo tani që ka humbur zgjedhjet. Haradinaj dhe bashkëpunëtorët e tij e dinë shumë mirë se as Kurthi nuk është agent dhe as shqiptarët nuk janë naiv. Por duket se kanë të vështirë të pranojnë se ka ardhur koha për të hapur rrugën. Brezat e rinj
kanë të drejtë të ndërtojnë opozitën e re, larg retorikës së vjetër dhe politikës së bazuar në frikë dhe kërcënime. Kosova nuk është pronë private e askujt, nuk është plaçk për pazare politike dhe nuk mund të sakrifikohet për ambicjet e sëmurë të individëve të zhgënjur. Koha e heronjve të veshpallur ka mbaruar. Tani është koha e shtetit dhe e qytetarit.